Një avokate e njohur ka folur më shumë mbi situatat më të shpeshta ligjore në Shqipëri, por jo vetëm. E pyetur se si funksionon një çift i gjeneratës Z, si Egli dhe Gjesti, ajo kishte këto fjalë. Që ditën që ata janë shfaqur e kanë parë që është një çift që nuk funksionon. Nuk është arsyeja vetëm ajo që thuhet në publik që Gjesti nuk e do, por duhet të mendojmë që Gjesti vjen nga ajo pjesë e fshatrave të pesë që e kanë shumë të rëndësishme që vajzat që do të futet në shtëpi të jetë pak tradicionale. Ai nuk e ndjen veten asnjëherë vetëm, ai e ndjen veten me motrën e vëllain dhe dy prindërit, kështu që nuk mendon vetëm për veten. Kur ai deklaronte me të madhe që nëse do të fitonte gjithçka e ka për familjen, ai e mendon një familje të lidhur ngushtë me njëri tjetrin dhe mundësisht nuset që do të vinë në shtëpi e tij, do të jetë pak a shumë si motra apo mamaja e vet. Unë mendoj kështu. E dyta, natyra e Gjestit është njëkohësisht shkollimi i tij. Ai e ka ndjerë që është pak inferior ndaj Eglit sepse ajo është e shkolluar, artikulon mirë, dhe unë them që ai e ka mbajtur Eglin edhe për arsyeën që kur gjendej ngushtë dhe nuk dinte se si të kthente përgjigje, Egli e shpëtonte. Prandaj unë e quaj edhe një cilësi dhe vlerë e tij që ai është mirënjohës ndaj Eglit, e cila në situata të vështira dinte të kthente përgjigje të tjerëve në mbrojtje të Gjestit. Ajo ashtu është shumë e mirë, por ajo e bënte më shumë këtë sepse e dashuron, dhe më vjen shumë keq sepse Egli vjen nga një humbje dashurie. Ajo ka patur më shumë nevojë se kushdo tjetër në atë shtëpi për një dashuri të re, dhe prandaj them se lidhja e tyre nuk mund të funksionojë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.